Janë shumë kreativ, bre. Tepër kreativ janë ekipi. Tu fillu prej Albani, që është shumë kreativ. Mandej Shqiptoni, Olti, Visari, po ashtu. Okej, jam në pjesën tjetër të emisionit, ku kam mysafir të tjerë. Sot jemi pas me shumë mysafir edhe veç për këngë, veç për projekte të reja po flasim. Po ashtu një projekt tjetër veror, një këngë ritmike, prej një bashkëpunimi shumë interesant, që ndështë edhe se kemi prit, Vesa Smolica edhe Ardit Quni, Mimrama dhe mirë se erdhët. Mirësi gjetëm. Është kënga cilën ju e keni realizu, jena na, jena një, mu kam përzi që tash me na një note. Shumë jena dhe na, e shumë të shpejt të thashë. Definitivisht, po. Urime juve për bashkëpunimin. Vesë shumë mirë për tokësh. Shumë faleminderit, gjithashtu. Faleminderit. Ardita i tha? Unë ja kam po komplimentin. Po edhe Ardite, pa tjetër. E thashtë që një bashkëpunim interesant, dysysh nuk që e kemi prit, edhe pse nuk është diçka shumë e çuditshme, zakonisht po nuk e di pse po zgjidhet apo është rastësi, këngëtarë prej Shqipërisë po vinë me këngëtarët Kosovës ose e kundërta. Si ndodhi ky bashkëpunimi juje? Arditi ma ka ftesën edhe po ja lo këti me folë mas pari. Okej. Faktikisht të Vesa një Shqipëri kohë, se normal kemi qenë kombinacionet për shumë më ka qenë me Vesa të kohës. Kusë emisioni që kam prezentu në Shqipëri, kam pasur të këtu Vesa, tek akustik edhe sigurisht Vesa e ka shfash tani, Vesa e shkradalit, Vesa e live. Po përveç saj që ka na ka bashku, është ma tepër, ka qenë valë e përverore, viste ishim, unë dhe Vesa ishim qift bashkë. Edhe që nga i moment, Okej, Ardit, e kemi pak një problem me mikrofonin tënd, po më duket duhemi me ta, ose me ta, ose me ta ndru, ose Visar, ose është fikun. ose është fikun, njona po. A është mirë tash regjia? S'ka problem se i dim dëtë punë të njejta, do më thonë i këna kryu duhet, unë muna me folin vend ti. Qa provojnë tash? Apo më tregoni a është rregull? Po, okej. Mirë, me që po e përsërisim sërish. Kur gjos jeni? Se pari Vesën në një prej kohësh, sepse të dy kemi qenë kompeticione muzikore dhe sigurisht që artistat njihen mes njëri tjetrit. Pastaj e kam pasur mysafir edhe në emision. E kam pasur mysafir edhe tek emisioni jem që bëja në Shqipëri, dhe Vesa e ka treguar gjithmonë talentin e saj si këngëtare dhe si performuese sigurisht. Dhe po çka na bashkoi më shumë ishte RTV 21 me ballën pranverore, ku unë dhe Vesa ishim çift bashk, edhe pse s'shkuam dot në Turqi, po nejse. E di ju bëj mend se keni dalë me vallëzu. Po që, okej, unë këngën e kisha gati me thënë drejtën, edhe sigurisht po mendoja për një femër këtu nga Kosova, edhe thash, pse jo Vesa, Ma tregoj instrumentalin, njëherë ade kështu skeptike, thash, a me hi edhe unë këtë zhanër ajo, sa ade pak po m'bje me ndryshu shumë, po e gjej vetën edhe këtu, edhe thash, okej, po pranaj, pse jo, edhe ja nisa mi shkru tekstin, mi bo vinë melodike të mija, se këtë vetat ja ka bo two step. Në fakt po, unë e kisha gati pjesën time, kompozitori Marcel Gunga, i cili ka bërë dhe këngën, dhe po ashtu two step për tekstin, Vesa bëri pjesën e saj, ndërhyu pak dhe tek pjesa ime, po thash, më lë pak Shqipëri edhe mu, jo vetë. Desha mi këthy në Kosovarqë edhe këta po zdashti. Kosovarqë anë Gjakovarqë? Jo, a kini këngën? Po. A do këtë Gjakovarqë? Jo, Se a kanë shumë pushima? Po, ne jemi si shkodrant të ju, qashtu. Po s'ka kur gjotë keqe, kena shumë poster. Okej, shumë mirë. Edhe bashkëpunimi kështu vazhdoi, pastaj sigurisht që bëm planet për videoklipin, edhe për videoklipin sigurisht që dua të falenderoj shumë Sebastian Production, i cili është kujdesur për çdo detaj, dhe po ashtu Gramos Kotroçi që qëndron gjithmonë pas produksioneve të mia, edhe në këtë rast edhe pas produksionit tim me Vesën. Dhe po ashtu stilistët ka Ona Duriqi që ka bë Vesën, ka shumë mirë. Unë e falenderoj shumë se e kom gjetë vetën të ajo, i ka bë disa veshje. Jënë konë 3 pjesë klipit që i kom ndru veshjet edhe kom gjetë shumë vetën të veshjet e saj, e falenderoj shumë. Po ashtu edhe duhet falenderoj dhe Atelier Kristin që është kujdes gjithmonë për mua, po nejse, më rëndësi ishte që projekti shkoi shumë mirë dhe me Vesën e kisha shumë të lehtë punën, se në fundit kur punon me një artiste të vërtet, e ke shumë të thjesht për të nxjerrë diçka. Si na këthy shumë herë mi bo klipin. Edhe plus që Vesa s'ka qenë montazh që të më thoshte ma hiq të pjesën, ma rrugëllok të pjesën, ma hiq të pjesën, dhe ja kam çu klipin. Ma ka bo me hile. I thoja dërgoma klipin që me pa une edhe mi korrigju në pjesë
cila nuk më pëlqen, tha, jo se garant nuk të pëlqen vetja në 100% edhe nuk po ta qoj klipin, edhe po vendos unë e po marrë këtë barë për sipër. Edhe moment funit do më thonë e ka pa një gabim. E ka pas një gabim. Edhe kemi këtë klipi. Po shtyt klipi për një orë se interneti, adhe pak. Po në fakt i shkon tjetër shka. S'ka dosh me më stresu. Okej, ani ma mirë të ka kursy prej një pjesë. Po, ajo mirë. Po du me full pak për videoklipin, unë sot gjatë ditës e pash, për dirisa për bënim gati për transmitim për sot, edhe zakonisht tash nuk po du me i bo gjithë njëjtë, mirë po këngët videoklipet e verës, kryesisht, e kanë i kanë gjonat e njëjta që sillen, është deti, ngjyra e bardhë, femnat, bikini, pije. Te klipi ju pseni këtu me ju bo qefin, pa diçka interesante, xhirimet ishin ma ndryshe, mandej ngjyrat ishin pak ma tjera, vendet ku i kishit gjetë shumë bukra. Tregomni prej kujt keni marrë këto ideja, apo? I kena bashku idetë pak nga pak. Pak nga Sebastian Production, pak Arditi ka dhonë ide, e dhone atë pjesën e dronit që e kom bo shtrinë në ujë, dhe më thonë e kom japë qatë ide se më ka pëlqy shumë i bo. është diçka veçantë, masi nuk ka dhonë mundësia me dranë. Edhe kështu Ku është na ai bashku vend? ide. Në fakt gjithmonë veni është ke Rodonit në Durrës, edhe në fakt kemi dash me tregu pak edhe breakdancin shqiptar, po në fakt unë kam qenë gjithmonë kundër videoklipeve me detën verë, ku diun sepse gjithë vetë e thë që gjithë e kanë bë. Po vjen një moment që kupton që njerëzit kanë nevojë për të pa. Në momentin që kanë nevojë për të pa, ti je i detyruar që t'i japësh diçka për të pa. Se unë vjet për shkakun kam patur një klip, shumë i realizuar, shumë i mirë dhe nuk ka patur lidhje fare as me det as me asgjë. Edhe po ashtu ka patur suksesin e tij, pa ma mendova që në këtë verë, duke qenë se kam bashkëpunim dhe me një femër, që normalisht nuk kemi munduar ta nxjerrim vesën me ato imazhin një femre super hot, që përveç kësaj njerëzit mendojnë që kjo është një femër e bukur dhe kaq. Kemi munduar ta nxjerrim vesën një femër që ndoshta duket sensuale, po nga ana tjetër është edhe cute, nga ana tjetër është edhe ëmbël, edhe ditë këndoj, edhe domethënë jemi munduar me bëj një përzierje që të dyja palët dalin të mirë. Mos dalim se ne jemi në një moshë, nuk po përmendim moshën, pa jemi në një moshë që nuk jemi për të bërë serioz, nuk jemi për të kriju, ku diun, marrëdhënien videoklip si një 30 vjeçare apo si një 35 vjeçare, nuk e di pa dashur të ofendoj asnjë lloj moshe, po në aspektin kemi kohë për t'i bërë këto gjërat. Kështu që është momenti për ndoshta për të treguar një klip, një dashuri nga njëra anë ndoshta adoleshentësh, po që prap pak më të rritur, po nuk kemi dashur të sjellim atë imazhin sepse në klipe janë bërë shumë klishe këto, ku diun, klipet që mashkulli është në krevat pret femrën, zhvishet me sutjena, me këmisha, me nuk e di. Domethënë ideja është që kemi dashur të sjellim edhe pak sensualitet, po edhe pak pamje. Po, një puthje ta jap vesa në klip, më duket atë. Faqe. Qato e posh. Po dhe. Ne kemi hirë shumë gjëra tjera, kështu që nuk e di. Një shoqëni e shnosh mes juve të dyve, po më duket. A ka më shumë se shoqëri këto? Jo, s'ka më shumë se shoqëni. Pse po kesh ti? Nuk e di pse po kesh. Femra, e ke parasysh kur ai që bën pyetje, femra është e para që thotë jo. Pasi që s'ka këtë. Realisht nuk ka diçka, jo. Momentalisht s'ka diçka. Momentalisht jo, po Arditi po pret kantar më në pas. Po ndoket që po. Pi pëlqej. Masi rago. Shprehja që s'tash kur gjë keq, ade është në transmetim të drejt për drejt, Arditi i shpreh dashurinë. S'kom përjetu ndonjëherë si sana, ade mos ma bën se shokona. S'din shumë ragu. Po vetëm nëse blerona bot kumbar. Ona ku shkove. Vetë shpreja që këtë. Të voj për projektin e që ishim të thonë. Jo, edhe unë vesteshta pak me... Në fakt, pyetja parë ke shumë serioze, shumë e sinqert nga ana ime, edhe përgjigjen e mora. Tash do të më tregoni pak për planet tjera që keni, a do t'jetë bashkëpunimi vetëm me ju dyve, edhe përmendja Arditi ma herët moshën, po nuk jeni artiste vetëm ose këngëtarë vetëm me këtë moshën në skenë. Ka dhe ta tillë që ndoshta njerëz nuk e dinë sa vjeç janë, sepse muzika apo stili, klipet, gjërat që i bojnë ngjasojnë me një moshë pak më të madhe, po çysh janë planet e juja? Planet e mia personalisht jam të bërë një projekt tjetër single, me ndryshu pak piduetit, po sigurisht kam marrë shumë avon ka shtatori që mi shiu këtë projekt që e kena bo.
Publiku është të oprit shumë mirë, kështu që jena të knaqet dhe na me këtë punë, po na dërgojnë selfie të bo me këngën tonë, edhe që na knaqë mas shumë te. Për ndryshe, nuk po du me cek bashkëpunëtor që ka me bashkëpunu me ta në të ardhmen, se nuk i dijet asë një herë dhe ndodhe në ndryshim, e pse mi përmen emrat para kohë. Okej, Ardit? E ceke pak më herët pjesën e bashkëpunimit, a duhet i pari, apo a duhet, do të ketë një bashkëpunim tjetër, dhe në fakt duhet pa suksesi i këngës, nëse publiku kërkon diçka tjetër, siç ka ndodhur në raste të tjera të estradës, ndoshta Dafina Ledri që janë rikthyer disa herë, apo Flori Elvana etj. Pse jo, nëse kërkohet, ne mund të sjellim diçka tjetër, ama momentalisht po mundohemi ta shijojmë këtë gjë sepse duket që është prit mirë, siç e tha dhe Vesa, edhe në fakt jemi shumë të lumtur se nganjëherë kur e pret ndoshta edhe nuk të del ajo që pret, ose kur nuk e pret të del një gjë shumë më e mirë, dhe nga që ndoshta kemi ndryshuar dhe rrymën si Vesa, si unë, kemi ardhur më afër popullit, është thith më tepër si këngë. Për sa i përket projekteve të mia, në fakt një plan i imi që është goxha i vjetër në mendim, duke qenë se shpesh mediat më kanë quajtur këngëtar i bashkëpunimeve, se unë i kam patur gjithmonë shumë qejf bashkëpunimet, edhe pse kam dalë solo goxha herë, po kam patur shumë në mend të nxjerr ndoshta në të ardhmen një album, jo në aspektin fizik, si gjë për ta shitur sepse dim që albumet këtu nuk funksionojnë, po ama në aspektin që dua të përmbledh dhe të sjell ca bashkëpunime me artistë ndryshëm, edhe ndoshta të jem artisti i parë që bën një album që mund të quhet vetëm featuring, që ka vetëm bashkëpunime dhe asgjë tjetër. Edhe kjo është një plan që e kam në mendje dhe duhet sigurisht që është në punë sipër, bashkëpunime me Vesën dhe po ashtu bashkëpunimet 3-4 bashkëpunime të tjera që un kam patur më përpara. Po ashtu ne kemi në plan edhe 2 bashkëpunime të tjera, që njëra është po ashtu me këngëtare nga Kosova edhe po ashtu me një artist tjetër internacional, po që do të qëndrojmë në kufijt e projektit akoma sepse duhet të piqet akoma më shumë projekti për të dhënë emra konkret, se është pak e vështirë siç ta dhe Vesa. Sa grad do e piqni? Po zakonisht 21 gradë. Po sonte na ka rënë shi, nuk e di pse bie shi sa herë që unë vim në Prishtinë, po që Mi ndërlidh me këngën tonë, që ka miksu Nail Trepas, është nga producent nga Anglia, që ka punu me Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, Christina Aguilera, shumë artist ndërkombëtar, edhe që kjo është për më vlerësu mas shumë ti. Okej, dhe kontakti juj me të, qysh? Për mes këti. Sugjerve. Në fakt unë kam patur shumë thjesht me kontaktet kështu internacionale, si edhe me artistë famshëm edhe me menaxher apo me mix producer atje, se që nga momenti besoj e mbaj mend vitin e kaluar që erdha në studio që kam bashkëpunuar me fituesin e Eurovizionit, që nga ai moment më janë hapur shumë dyer tjera ku kam pas mundësi me gjet labela, me gjet kontakte, edhe e kam patur shumë thjesht, jem realist, thjesht i kam dërguar këngën dhe kemi bashkëpunuar në një mënyrë shumë të mirë dhe fantastike dhe është bërë çdo gjë shumë shpejt, që në fakt ato kërkojnë gjithmonë kohë, minimalisht 1-2 javë për të bërë një mix master dhe ne na kanë bërë për 3 ditë sepse nuk premtonte koha dhe bashkëpunimi ka dalë vonë, jemi të sinqert, po më mirë të nxjerrësh diçka pak më vonë edhe mirë se sa siç tha Vesa ne e kthyem në moment fundit klipin vetëm për një detaj. Ideja është që klipi mendoj që do kishte patur akoma më shumë sukses edhe pse është herë të flasim se ka vetëm 6 ditë që ka dalë, po nëse do kishte dalë ndoshta në mes qershorit diçka e tillë mund të premtonte akoma më shumë, por që prap kemi gjithë gushtin përpara, kështu që asnjëri nuk Vera di. është gjatë pa më Vera është gjatë tek ne vazhdon deri në shtator, kështu që edhe ne po shpresojmë të njëjtën gjatë kësaj vere. Më folni pak për pjesën financiare apo për shpenzimet, kostoja që duhet për me qenë aktiv, për me punu intenzivisht në muzikë. është shumë e vështirë kjo pjesë, dush me pas sponsor mas pari, dhe sigurisht këngëtarët e ri po e quj vetën të ri, dhe pse s'jam dalë tash në skenë, po tash mas ja kom nisë me bo projekte muzikore, po na duhen diçka ma shumë për me investu, edhe nuk është e lirë kjo punë, po gjithsesi po mundohem me live që po maj muzikë, mu mbledh pak, edhe pse ne femrat kena shumë a shumë detaje për mi më kuru kështu, edhe make-up, hair, veshjen, gjithashtu. është e vështirë, po mundona me bo më të mirën që është e mundshme. Të kjo puna e sponsorit po flet për këtë sponsorin normal, apo kove të fundit që është një sponsor tjetër që e përmendin? Jo, në më konë ashtu, një sponsor tjetër që po thu, ku me ditë ku isha konë. Në ashtë ndërkombëtarisht, kisha mrina i sen. Jo që 30 vite më stagnu ka shumë, edhe nuk është që kom stagnu, po jom të hes ka dale. Në ashtë të i bo senet shumë a mirë, ka dale, po kom mujt me hes me talentin që kam,
edhe kështu nuk kjo me keq, a di më po. Ku mujt me ecë ma shumë. Ama si më të pranu gjashtu, që ata se kom pas oferta Ani, oferta pas, kemë rënë Po, kom si pranaj. Ka ndodhë diske që ditëshme mësë me pas oferta, Ardet? Apo ki oferta? Unë i kam pas ofertat nga gocat e shëikve në Arabi. Po një ma, ani shumë. Po, në fakt është shumë interesante se shpesh bisedoj me Encën edhe nga që unë kam pas një bashkëpunim me atë Arabin e vogël që e kemi promovuar edhe në Bon këtu te ju. Edhe gjithmonë fliqi me Encën, hata shpështe, mo shtrata jote me shku në Arabi me gjithë me sheike. Po, neze, është e vështirë. Dhe rastësisht unë dhe Vesa kemi studiu pak a shumë të njëjtat deg. Unë marrë një publike marketing, po ashtu dhe Vesa studion këtë pjesë edhe ne e dim shumë mirë se si funksionon kjo çështja e brandit edhe se si mund të realizosh videoklipet e tjerë. Po është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë si për meshkujt si për femrat se tregu është çorodit shumë. Nuk ka më sponsora si dikur që okay, i nxirri atë logon edhe të paguanin ose të mbështesnin për talentin që ti ke sepse në një farë mënyrë ti do t'ja ktheje si shpërblim atë që do bëje. Po që sot është e vështirë dhe klipet kushtojnë, këngët kushtojnë dhe aq më tepër që ne shpesh bashkëpunojmë me tuaj. Unë paktën bashkëpunimet e fundit i kam pasur të gjitha në Suedi edhe plus edhe Vesa e përmendi pak më lart që mixmasterat i kanë bërë në Angli etj. Edhe janë të gjitha gjëra që kushtojnë shumë. Dhe fakti që tregu është i mbi ngarkuar me këngëtarë dhe klubet i kanë gjatë të fiksuara datat, është shumë e vështirë që nga njëra anë t'ja nxjerrësh tek këngës, po normalisht që përderisa ne po vazhdojmë, do të thotë që me punën që po bëjmë, po ja arrim kësaj pjese. Po që shpresoj që gjithmonë më shumë në ngritje. Do të përmirësohet edhe kjo pjesë dhe do t'jetë dikush që do ju ndihmoj. Ne meshkujt e kemi pak më të thjeshtë, se ka më pak në stradë meshkuj, ndërsa femra ka shumë. Valla, edhe mashkuj së tush. Edhe mashkuj së tush. Ushtofshi. Ushtofshi. Faleminderit shumë që ishit të dytë këtu sonte. Shumë suksese për juve. Shumë E faleminderit. di që ati ti ka me unisë për Shqipërinë, falë që të kemi Edhe po bajt bjen pak shi. ma shumë se që duhet, ndoshta. Është kënaqësi gjithmonë. Po e përbyllim me këngën e juj. Jenana. Jenana, faleminderit. Arditi dhe Vesa Jenana, edhe një herë faleminderit të dyve që ishin bashkë me mua dhe me gjithë juve në studio.